ceremonial të garantimit mbarvajtjes së seancës, ku në radhë të parë kryesuesi i seancës, që do t'jetë pra deputeti më i vjetër në moshë, duhet që të kërkojë nga partia më e madhe të delegojë dhe të caktojë udhëhecin e një komisioni të përkohshëm që formohet me qëllim të verifikimit të mandateve. Edhe pse ky komision ka pasur rol krejtësisht formal, me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese në rastin e Etem Arifit, është përcaktuar që roli i këtij komisioni nuk është bashkë formal. Ky komision duhet të shikojë shkresat përkatëse dhe unë besoj do të lindë ose pres që të lindë çështja e mandatit të anëtarëve të kabinetit qeveritar, të cilët nuk kanë dhënë ndërheqje. Për shkak se unë besoj që ende ka papajtueshmëri të mandatit të tyre të deputetit dhe të ministrave, për shkak se ligji për qeverinë në 26 e përcakton qartazi që qeveria në detyrë, anëtarët e qeverisë në detyrë, e që është statusi juridik e ligjor i qeverisë aktuale, duhet japim formalisht ndërheqje. Pra nuk mjaftohet me skadimin e mandatit apo përmbylljen. Pra ju insistoni në atë që ju kam parë dhe më herët dhe si një vetmi që do duhet kabineti qeveritar të jep të ndërheqje para se të certifikoheshin rezultatet. Absolutisht. E këtu me tekst të veçantë kjo vlen sidomos për ministrat, derisa për kryeministrin që është pak më specifike shkaku i rregullimit ligjor që nuk parashën mundësinë e zëvendësimit të kryeministrit. Por tek ministrat, dhënia ndërheqje nga ana e tyre nuk kupton që të njëjtit më efektivisht nuk mund të ushtrojnë asnjë funksion dhe që rolet e tyre merren nga zëvendësministrat nëse të njëjtit nuk kanë fituar mandat. Çfarë konsekuenca ligjore mund të ketë nëse vërtetohet që kanë shkelur ligjin? Pra, nëse po flasim në fakt mund poshtë një njoftim që David Lammy, që është sekretar jashtëm i Britanisë së Madhe, takoi ministrën në detyrë tashmë, ashtu e kishin përshkruar edhe ambasada britaneze, acting minister, të punëve të jashtme. A mund të ketë konsekuenze, se besoj gjatë kësaj kohe, zotëri Cakulli, dhe mund të jenë marrë vendime që nuk i shohim, apo jo? Absolutisht, ky është problemi më i madh. Edhe pse qeveria në detyrë i ka të limituara në bazë ligjit për qeverinë gamën e detyrave dhe përgjegjësive që mund t'ju ushtrojë, që janë kryesisht të karakterit kujdestar, pra është pikërisht edhe në bazë formulimit caretaker, pra vetëm merret me garantimin e vjemësisë së institucioneve. Realisht, në praktikën parlamentare dhe atë të funksionimit të institucioneve, nuk është fare pëlqyeshme që ministrat apo kryeministrat në detyrë as zhvillojnë takime me homologët e tyre. Sepse realisht ata janë aty vetëm për të garantuar, për ta thënë në terma shumë thjeshtë, që do të çelet ministria në mëngjes dhe do të mbyllet pas dite. Pra nuk është se ka ndonjë rol vendimarrës apo të ndonjë iniciative veçanërisht legjislative. Unë besoj që fatkeqësisht edhe pse nuk ka pasoja ligjore në kuptimin e sankcionimit të mosdhënies së dorëheqjes, unë besoj që situata e parë që do të buroj nga gjithë kjo shkelje e ligjit në vlerësimin tim, është që do të ketë kontestim të mandatit të tyre në seancën konstituive dhe realisht kushdo që do ta bëjë këtë do të ketë të drejtë ligjore, sepse në radhë parë nuk mundet që dikush derisa është ministër, qoftë edhe në detyrë, të ketë edhe mandat të verifikuar të deputetit. Çka ndodh në këtë rast nëse kontestohet pra mandati i tyre? Në radhë parë mandat që t'japin ndërheqje nga këto pozitë. Kushdo që ka qëllim ta zvarres procesin, mund ta bëj edhe qeveria ndoshta, apo jo? Absolutisht. Në rast se nuk votohet, edhe pse gjasat që politikisht ta bëjnë për veten e vet janë minimale, sepse kanë le të themi hallka të tjera procedurale në të cilat mund ta bllokojnë më efektivisht. S'ka fort të rënd logjik, mandej. Por që opozita mund ta bëjë këtë në rast se sidomos lëvizja vendosi nuk arrin që të ketë një dakordim paraprak qoftë për të pasur numrat e deputetëve që votojnë apo për ndonjë koalicion eventual pas zgjedhor. Por pas këtij hapi, duke supozuar që i njëjti do të ezaurohet, vijohet me dhënien e betimit nga ana e deputetëve, që është edhe ky një hap krejtësisht formal, e që është hapi i fundit që i paraprin momentit kyç të 15 prillit, e që do t'jetë propozimi i kryetarit të kuvendit, i cili propozim duhet vijë nga radhët e lëvizjes vendosje. Kjo duket të jetë çështja kyçe. Tash ne pam një raport kolegës Valbona Bytyqi, e cila sot raportoi që në përputhje pra vendosja thotë, se thënë si Soja Dilmanxhuga, dhe që në përputhje me kohën dhe afatet, lëviza vendosje do t'i ketë gjitha propozimet e saj për pozitat për kocen. Pra këta thonë, kemi kohë, afat, në përputhje me këtë afat, ne do të veprojmë ashtu si veprojmë. Por edhe nga aspekti se ju berni një kohë gjatë me
si në demokratizimin këtë proces, a nuk duhet pak më transparentisht edhe partia e parë, për shembull, të ta tregoj emrin, nuk do të jetë sekret ky, ndonjë sekret i madh. Pse besoni, a është çështje në një farë loje që ne nuk po e shohim nga jashtë, apo pse duhet të jetë aq shumë sekret, le të themi, se vetëvendosja ju është bërë presion ta tregoj kush është emri i kandidatit tyre, por nuk po shohim ca kohë që po shohim, nuk po shohim emër. Unë besoj janë dy faktorë potencial që mund ndikojnë në mungesën e transparencës. E para, e mbase edhe më e logjikshme është hezitimi i lëvizjes vetëvendosje për ta bërë publik emrin pa pasur një koalicion apo marrëveshje me ndonjë prej partive, sepse përvoja në vitin 2019 kur lëvizja vetëvendosje kishte dalë parti e parë, nëse ju kujtohet, ka qenë pikërisht çështja e kryetarit kuvendit që kishte bllokuar formimin e koalicionit dhe lidhjen e marrëveshjes për bashkëqeverisjen e mes të LDK-s e të lëvizjes vetëvendosje, me që rast në atë kohë ishte gjetur një modalitet kur zoti Konjufsa kishte kaluar në pozitën e kryetarit e Ministrit Punëve të Jashtme për t'ia liruar mundësinë e propozimit lëvizjes vetëvendosje të Vjosa Osmanit. E unë besoj që gjasat janë që mund të ketë një zvarritje të tillë apo mungesë transparence mbase më shumë për faktin që nuk janë të sigurt se me kë do të hyjë në koalicion dhe propozimin i emrit nga radhët e lëvizjes vetëvendosje e pastaj për shkak të koalicioneve ndryshimi i këtij emri nga ndonjë partner potencial apo dikë tjetër nga lëvizja vetëvendosje mund t'i kthehet si bumerang në kritika publike. Megjithatë, vetëvendosja ka qenë transparente të paktën